Unë do të them të gjë që. Nuk e mbaj, do të them të gjë që. Ajo që bëri kryeministri është e papranueshme në sistem normal juridik me ndarje pushtetesh. Edhe e thashë në fillim, e ka bërë për shkaqe që i ka bërë. Shkaqet sepse ai është në luftë me drejtsinë. Ka vite. Sepse drejtësia po heton të paprekshëm. Po dhe ministra ti marrim me rrallë, stop. Po. Është në luftë me drejtsinë. Si e ndihmon në luftën me drejtsinë sulmi që po i bën për pagat? Sepse gjyqtarët i shet para popullit si qenie që duan fare. Çfarë lidhje ka kjo më bërë? Politika është kjo më gjyqtarët para popullit, po gjyqtarët i degradojnë politika politika bëhet për fjalë. Kush fiton menet e njerëzve? Di shumë duke shaqur gjyqtarë. Duke gjyqtarë si që pa zonë e njerëzve. I bie që ka drejt kjo dhe jo gjyqtarë. Një gjë argumentin, një gjë argumentin. Jo s'është fare. Argumenti është ky. Gjyqtarët e Shqipërisë i bërë gjyqtarët e Shqipërisë që janë delet e këtij veni, dakor? Unë nuk e di si opinionin. Ti po gjykoj për gjyqtarë, po ta gjykojmë pra po të them. I ka shpartalluar në çdo lloj vrime të trupit me ligjin e vetimit. Dakor? Me ligjin e lutem, unë kam gjykim vetë. Së gjykoj është fakt. Mësoje. I ka shpartalluar. Vrim të trupit të familjes, pa i qit me libër shtëpie në publik, nuk i ka lënë. Unë po flas për parimet e ndërtueshme. Në qoftë do me kërku ndërhyrje, intimidim dhe dëm ndaj gjyqtarit, duhet ta dish, mësoje mirë. Është ligji i vettingut. Skandal. Asnjë shtet se ka vettingut është i ligji i pranuar në parlamentin shqiptar. Luis Madhakingo apo fakut çka ka me tash. Ai është ligji i pranuar. Është ligj special. Jo, po special. Ligji special i ka shpartalluar me libër shtëpie. Gjyqtar dhe prokuror, të cilët ky është fakt. Ky është fakt. Ky është fakt. Po ska lidhje apo se ngatrojnë fare. Po do shoh ju vetë ta them. Çe ka bërë. Se mira to i gjyqtarëve dhe prokurorëve me atë liç, to fjalët që thuti janë karamele. Janë zë. Kto janë parime, janë parime më burrë. Po pse më ligji vetimit, s'është parim? Parim është valla. Çaj duhet të di publiku se ça kushrish ka çim Mustafa. Qa më abeti bani më? A i interesia si në interesi? Gjukata kështu tu se nuk e të dëzuar. Kadal. Këto gjyqtarë që thotë, kanë dënuar njerëz me vdekje. Kanë dënuar me vdekje, jo, po me fjalën e kisha unë edhe të dënuar me kanë dënuar njerëz me burgim të përjetshëm. Janë në burg për shkak të vendimeve të tyre. Këta janë rrugë sot, për shkak të shtetit pa përgjithshëm. Kjo është ndëshkim. Kjo është mizerabël çik. Po patjetër, po çfarë tregon? Fakti i vërtet duhet të thotë që ke drejt. Po jo, po fakti që zërin fjalë të së ndërhyn prandaj. Po jo, fjalë që ndërhyra, vazhdo. Po është e dyta tash. Fjalën e dyta. Ti ndërhyr edhe vërtet. Po kur e kisha unë çfarë bëra ti? Ndërhyra fare. Ndërhyra fare. Absolutisht. Fjalën e kam unë. Ti ndërhyr edhe futur në fjalën. Se moment se më çambaj mua. Bashkë me të tjerë. Ja, nuk thashë, shkoj. Kjo është mohabeti. Ti bëni gjë. Po argumentin e parë. Ti përzien gjëra. Jo, si përzien fare. I marrë me radhë. Po nëse kemi ne morë pra, ai kishim temën e gjë, tash i morë të gjitha. Rama po shaka gjyqtarë se intimidon. Unë po të them, me ligjin e vettingut i ka shpartalluar, se ka mos po them fjalën tjetër. Vazhdojmë tjetër. Ashtu. Ligji i vettingut është ligj i cili nuk është e kisha unë ligjin e vettingut. Lëre ta përfundojmë. Ligji i vettingut e ka bërë Rama vet. Bashkë me Lulin tënd. Bashkë me Lulin. Pse është imi Lulin? Po, patjetër pse është imi. Pse është imi? Po më pse është imi? Po ti alën të kujt, kush e ka këto, më shumë se sa ti. Ka pasur vërtet pa varur po më shumë se sa ti. Ne jemi miqë dhe kemi edhe ti ke pas të dy manjan. Un kam pas metën. Pavarësisht miqësisë që kemi, zototi ne duhet etiketë mirë. Më vazhdo. Po ne ka rëndësi që unë jam më mirë që e konsideron etiketim, këtë drejt kërkoj ndjes. Më vjen mirë konsideron me fali Lulit etiketim. Edhe po të më thush profeti jot. Po patjetër, ka drejtë. Po të thush Rama jot, po të thush Roberto jot, unë prapë nuk e dua atë gjë. Është etiketim, nuk ke të drejtë, nuk e meriton etiketimin. Patjetër. O bëjmë debat qytetar, si rob normal, flasim për gjëra korrekte me etik ose bëjmë si dush ti. Jo, unë të dhash të drejtë, të rigjim, këtë drejtë. Unë po them që ligji i vettingut është një ligj special i miratuar në kushte speciale nga gjithë parlamenti shqiptar me ndryshim kështotës. Domenimin të dhomën edhe që është ligj i keq. Ky është më vetë tjetër, ky është më vetë i kaluar. Tjetër pra, po, pse është i kaluar. Tani më duhet fol. Kjo gjuha e kryeministit, a është kjo gjuhë që prek apo jo institucionin dhe është gjuhë që shtozomi apo jo institucionin? Gjykime holiste apo heuristike, siç do të bëjë ylli, mund t'i bëjmë në ditë dhe nuk morëm dot kurrë. Se ashtu i bie shkojmë tek ligji i Zogut, tek ligji i Perëndimit Osmane, tek ligji i Perëndimit Bizantit, se kështu nuk dalën dot kurrë as kjo. Do shkojmë te ligji i Ismail Xhamalit. Edhe ti po e bën kodi Hammurabit, që është po edhe ti mund të them.
Tani jemi në këtë pikë. Gjyqtarët shqiptarë dhe prokurorët shqiptarë kanë kërkuar në gjykatë shtuese që të përdoret për referencë të pakës tyre referenca e sistemit civil. Nuk kanë kërkuar atë, se kanë. Kjo është konceptuale. Po s'është kanë thënë presidenti, o Ylli, ama të lutem tash. Është vërtet, kjo është e gjitha. Në mënyrë konceptuale kjo është. Pastaj vlerat ndryshojnë vetë vetë është shkruar tash Zezbit bar konceptuale. Ne jemi të fol për kërkesën. Kjo është edhe Rama. Çfarë është konceptuale tash në gabim gjyqtarët. Është gabim valla. Që është gabim të gjykojë gjykata kështuese. Nuk e gjykon kryeministri më burrë ai mor zotri. Ai ka opinion valla. Po nuk ka të drejtë gabi pamja e shtetit të drejtë. Ne jemi të tre avokat këtu. Kush do ndalon ne të japim opinion për vendim gjykatës? Po nuk e kryeministri ti më palësh dhe ai. Por e marrë është i thirrur madje, se s'ka hap çështën ai. Ai është i thirrur, hajde në gjyq se do përgjigjesh shtup.